Nëse po kërkoni një arratisje të ngrohtë vjeshtë pa udhëtime të gjata, Shqipëria mund të jetë zgjedhja perfekte sipas Express. Me fluturime direkte nga Britania e Madhe, ky vend i nënvlerësuar në Europën juglindore është nën 3 orë larg, por duket si një tjetër botë. Në tetor mund të prisni ende temperatura ditore deri në 21 gradë, me rreth 6 orë diell dhe 11 orë dritë, sipas faqes së udhëtimeve Undis Sover Balkans, ndërsa pjesa më e madhe e Europës ftohet nga turistët, kthehet në shtëpi. Bregdeti jugor i Shqipërisë mbetet ngrohtë dhe i qetë. Do të gjeni plazhe me rërë të bardhë, ujëra të kristalta, thjellta antike dhe qytete të bukura pa turma të mëdha ose çmime të flyera. Riviera shqiptare është e pakrahasueshme me plazhe të mrekullueshme si Ksamili, me ujëra të ditë të kristalt dhe rërën e bardhë. Qytete si Dhërmi, Jalë dhe Himar janë ideale për relaks pranë detit pa turma të mëdha. Berati dhe Gjirokastra janë dy vende të trashëgimisë botërore UNESCO me arkitekturë unike dhe kështjella madhështore. Parku kombëtar i Butrindit është një tjetër vend magjepsës ku mund të eksploroni rrënoj greke dhe romake të rrethuara nga natyra. Tirana, kryeqyteti, ka një atmosferë të gjallë me ndërtesa shumë ngjyrshë, jetënate dhe vende historike si Sheshi Skënderbej dhe muzumet bunkar. Për dashamirësit e natyrës, bjeshkët e Nemuna në veri ofrojnë mundësi të shkëlqyera për hiking dhe pamje mahnitse. Liçeni i Ohrit, i ndarë me Maqedoninë e Veriut, është një nga liçenet më të vjetra të Europës dhe një vend i qetë për relaks. Apolonia është një sit arkeologjik antik që ja vlen ta vizitoni dhe qafa e Llogaras ofron pamje fantastike të detit jon, ideale për udhëtime me makinë ose foto. Mos harroni të provoni ushqimin shqiptar si byrekun, frutat e detit të freskëta dhe mishrat e pjekur. Rakia, pija tradicionale, gjithashtu është shumë popullore. Akomodimi në Shqipërinë pritëse familjare ju jep mundësinë të përjetoni mikritjen e vërtet shqiptare. Saranda është gjithashtu një qytet bregdetar i gjallë me plazhe të bukura, jetënate të mirë dhe akses të lehtë në ishullin grek të Korfuzit.